Përshëndetje. Atëherë jam sot me kandidaten për deputetet të Partisë Nisma Shqipëria bëhet në qarkun e Shkodrës, zonjën Merita Bekteshi. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit. Atëherë dy fjalë për Meritën. Merita është mësuese në profesion deri në vitet 90, ka punuar mësuese në zonat e ndryshme të qarkut të Shkodrës, me pas edhe pedagoge në Universitetin Luigjë Gurakuqi dhe pas vitit 90, saktësisht në vitin 1995, se pas është futur rrugës së biznesit ku ka rezultate mjaft të mira. Sidoqoftë ditët e fundit, muajt e fundit, kjo është bashkuar kësaj partie, kësaj force politike për të sjellë diçka ndryshe në qarkun e Shkodrës dhe në gjithë Shqipërinë. Atëherë pse jeni bashkuar kësaj force politike? Faktikisht, unë jam bashkuar para gati 13 viteve, sepse në ato vite kam njohur zotin Lapaj, kam qenë edhe aktiviste shoqërisë civile dhe shkoja vazhdimisht për probleme të ndryshme, bashkë me grupin demonstranim. Edhe kjo ka qenë arsyeja kryesore që unë jam bashku Lëvizja Shqipëria Bëhet. Çfarë ka kjo parti ndryshe nga partitë e vjetrat në politikën shqiptare? Është totalisht ndryshe. Kjo është një parti e fakteve. Nuk është vetëm parti teorike, por është parti e praktikës. Drejtuesit e saj Adriatiku, Endri Shabani, Pano Soko janë shumë të përgatitur, janë njerëz që dinë se çka dojnë, janë njerëz shumë energjik dhe janë të vendosur për të deri në fund atë çka dojnë. Si pritet kjo forcë politike në qarkun e Shkodrës? Mirë është prit kjo forcë politike në qarkun e Shkodrës, sepse Shkodra është një vend i hapur dhe e mirëpret terrenin. Në fillim ka pas një farë fobie, një farë skepticizmit, por më vonë ja. Qytetarët e Shkodrës e kanë pranuar sepse janë të lodhur nga politika vjetër dhe nga njerëzit që prezantojnë këtë politikë. Një thënie e vjetër thotë që nëse do ta shkatrosh një popull, shkatroj arsimin. Çfarë ka ndodhur me arsimin në Shqipëri? Arsimi është, mjafton të përmendet që në Shkodër janë me censusin e fundit 4600 e sa analfabet. Që s'ka ndodhur kjo. Analfabet Shkodër? Analfabet. O me dokumenta të pamarrën, o totalisht analfabet të disa generacione, disa brezave, domethënë. Kjo është gjë shumë e rëndë, vetëm kjo, po ka dhe problematika tjera. Arsimi është shtylla kryesore e cila e zhvillon një vend. Unë di me thënë edhe 2-3 fjalë tjera për arsimin, që arsimi e kthen një mendje boshe në një mendje të hapun, arsimi e kthen një pasqyrë në një dritare, e tjerë, domethënë. Këto janë gjëra që dihen nga të gjithë. Po. Çfarë ndryshimit ka arsimi kur ju nepshit mësim, kur ju punoshit në Malësi të Madhe në Shkodër me arsimin pas viteve 95? Një ndryshim jashtëzakonisht madh, njerëzit ishin ndryshim për keq? Për keq patjetër. Rinia, unë atko kam dhënë në gjimnazin në Sherif Hoxha. Rinia ishte më e përqendruar dhe më edukuar. Shumë më tepër kishte më edukat, më respekt për mësuesit. U kujtoj që gjimnazi Sherif Hoxha në atë kohë nxënësit e gjimnazit ishin ekselent në kudo në shkollat e Shqipërisë. Kanë shkëlqyer në gjithë Shqipërinë. Unë më mend për shembull një Kaçaj me një emër që ka qenë jashtëzakonshme e familjes së Dot Kaçaj. Tonin Kaçaj? Po, mesa e Toninit. Vera, mos gaboj. Vera Kaçaj. E jashtëzakonshme. Si Vera ka pasur disa tjerë, po të shkëlqente një figurë në të gjitha lanë njësoj, ishte e papame. Me çfarë ka forca e juaj politike diçka konkrete për arsimin? Forca jonë politike është një program mjaft i fortë për arsimin. Jo vetëm për rritjen e pagës së mësuesve, tash i kanë folur vetëm për paga, domethënë që do bëhet me 25% për çdo vit dhe do arrijnë të dyfishohet brenda një mandati, por edhe ndryshimet e mëdha duke filluar nga buxheti. Do rrihet buxheti për arsimin me 5%, duke arritur deri në 7% i prodhimit brendshëm bruto, dhe me këtë rritje buxheti do bëhet një ndryshim i madh jo vetëm në infrastrukturë, por edhe në didaktik. Dihet që arsimin lëvizja jonë ka prezantuar në 2 etapa, në etapën e detyruar që është në orën 8 deri në 13 dhe në etapën me dëshirë që është në orën 13 deri në orën 17. Kemi marrë diçka nga modeli suedez. Plus kësaj do bëhet një parashikoj që të bëhen ndryshime të mëdha edhe në strukturën organizative të arsimit. Për sa i përket arsimit do të bëhet një punë më e madhe që të lidhet me praktikën, në teoria me praktikën, duke i ndihmuar biznesmen që arsimojnë studentët, duke influencu edhe në institucionet e kreditimit, për të kredituar me zero interes studentët që nuk janë të mundur, apo me kredi shumë të vëlitshme studentët që do dalin me rezultate mbi 8.5 dhe pikërisht që studiojnë për arsim, për mësues. Plus kësaj, duke bërë një politikë avantazhuese për bizneset që pranojnë student, duke i lënë 5 vjet pa taksa, përsa për studentëve që ato punësojnë.
E tjera masat që nuk e di se si e kemi kohën, se mund të flasë dhe nesër. Sigurisht që pritshmërit tuaja kësaj radhe mund të janë modeste, sigurisht. Megjithatë shpresoni që kjo të nisë më nej të fuqizohet, në të ardhmen kjo forcë politike të bëhet një faktor kryesor. Pritshmëritë mia janë shumë optimiste, nuk janë modeste, por janë shumë optimiste, sepse fryma është shumë optimiste, sepse programi është një program me kam në tokë, pavarësisht se arsimi ka dhe shumë atëherë probleme. Unë tash i vonë bile bëna një bisedë me gocën time dhe më thonte që ka jashtëzakonisht probleme në sistemin tim, duhet futet arsimi lart në sistemin tim që është në universitetet evropiane. Meqense duhet të marrim edhe pasaportën europiane, siç thotë kryeministri jonë. Ka probleme me konviktet që janë cop, me një lavatriçe i gjithë kati konvikteve. Ka probleme me menca studentore, ka probleme me bibliotekat, nuk ka laboratore, domethënë në praktika është lëmë për të dëshiruar. Bekteshi, kryeministri kudo që shkon po bën një luftë hapur kundër partive të vogla, sidomos kundër partisë tuaj. Kryeministri i Shqipërisë, ka ndonjë frikë? Jo vetëm frymën e re ka gjithkush frikë nga këto të vjetrit. Kjo është domethënë nuk është se e bën kundër partive të vogla. Ka frikë nga populariteti? Ka frikë sepse apo nga programi i partisë tuaj? Jo nga programi, po janë njerëzit, kandidatët që kandidojnë për partitë e reja janë jashtëzakonisht të përgatitur. Janë me të vërtet jo vetëm përgatitur, por kanë edhe eksperiencë punet. Janë njerëz që janë të vendosur. Prandaj kjo është them arsye kryesore. A keni një mesazh për zgjedhjet, me që edhe 5 ditë mbeten nga fushata zgjedhore, keni një mesazh për gjithë të zgjedhësit, për gjithë kudo që na ndjekin në qarkun e Shkodrës? Banorëve të Malësisë Madhe, dhe Shkodrës. Edhe të Shkodrës patjetër, të qarkut të Shkodrës që të votojnë pa frikë numrin 6. Partinë Nisma Shqipëria bëhet, partinë Shqipëria bëhet, të zotit Lapaj, më mirë të them koalicioni Shqipëria bëhet, sepse sot është koalicion Adriatik Lapaj me Endri Shabanin edhe me Panosokun. Ja vlen dhe do shohin ndryshime që do vinë. Do shohin sepse qëllimi kryesor i jonë sot është mbyllja e epokës tranzicionit. Merita të falenderoj që ishe sot me zanin e periudhës. Përpara se ta mbylli do t'i them 2 barcalete për arsimin. Pierini e pyet Tjatin. Baba, nëse unë marr 10, çfarë do m'japësh? 10 euro. Baba ka marr 5. Po të kursej 5 euro, bje 5 euro. Edhe tjetra? E tjetra, kthehet Pierini nga shkolla i thot nanës. Nan, kam 2 lajme, një të keq dhe një të mirë. Më thuj të mirin, nan ka marr 10. Po, më thuj pastaj edhe të keqen, nan ishte gënjeshtër. Merita ishte kënaqësi. Sa më mirë me humorin çik. Ishte kënaqësi që ishit sot në Faleminderit shumë për ju dhe faleminderit për respektin. Unë ju uroj suksese forcës suaj politike, por edhe ty personalisht. Shumë faleminderit. Suksese. Mirë, pashim.